Kjo video shkon për të gjithë ata që më kanë kontaktuar dhe që janë bo merak në lidhje me paraqitjen time dhe pretendimet për të më akuzu në lidhje me shërimin e autizmit. Qytetarin nga Gjilani Arjanit Slamniku është ndaluar për 48 orë me dyshimin se u përshkruante fëmijëve ilaçe për shërim të autizmit në këmbim të parave. Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan, Arben Kadriu, ka thënë për kohën se policia është autorizuar të ndërmarrë veprime hetimore lidhur me rastin. Policia ka nisur menjëherë punën. Mund të ju konfirmojnë se në lidhje me rastin për të cilin keni pyetur, ai është duke u trajtuar nga Policia e Kosovës në koordinim të plot me Prokurorinë e Shtetit dhe institucionet e tjera përkatëse. E pak para ndalimit të tij të martën, Slamniku përmes një postimi në llogarinë e tij Facebook ka thënë se gjithkohës ka punuar për ruajtjen e shëndetit publik, duke përmendur edhe protestat e tij kundër vaksinimit gjatë pandemisë COVID-19. I njëjti millet jeni, sikur në 2021-ën, po e përjetoj tani 2026, asgjë e re. Qershi do i hani sikur pas gabimit tuaj me 2021-ën, por shëndetin tuaj dhe të fëmijëve tuaj nuk do e keni si më parë. Burimet të kohës kanë thënë se policia ka kontrolluar edhe vendin ku Slamniku ushtronte veprimtarinë e tij dhe ai është mbyllur. Sipas burimit, policia është në proces të identifikimit dhe intervistimit të dëshmitarëve, respektivisht të nënave të fëmijëve me autizëm që në deklaratat për media kanë pretenduar se Slamniku ka përshkruar ilaçe për kafshë. Për këtë ka reaguar edhe shoqata të drejtave të pacientëve në Kosovë, e cila ka cilësuar këtë si fenomen alarmant. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë shpreh shqetësim të thellë lidhur me raportimet e publikuara nga media për rastin në Gjilan, ku një individ dyshohet se ka ofruar trajtime për autizëm, përfshirë përdorimin e substancave të destinuara për kafshë, duke i paraqitur ato si terapi shëruese për fëmijë. Sipas kësaj shoqate, ky fenomen lidhet drejt për drejt me mungesën e shërbimeve të mjaftueshme, të qasshme dhe të integruara për fëmijët me çrregullime të zhvillimit, përfshirë autizmin. Për rastin ka reaguar edhe Ministria e Shëndetësisë, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve që tu besojnë vetëm metodave të verifikuara shkencerisht dhe të mos bien prejë mashtrimeve. Koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, në reagimin e tij ka thënë se përhapja e pretendimeve të pabazuara shkencerisht se autizmi mund të shërohet është e rrezikshme dhe mashtruese. Autizmi është gjendje neurozhvillimore që ndikon në mënyrën se si një person komunikon, ndërvepron me të tjerët dhe percepton botën. Në faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ku janë të listuara aktgjykimet nga viti 2016 e tutje, figurojnë 7 për ushtrim të kundërligjshëm të veprimtarisë mjekësore ose farmaceutike që kanë përfunduar me dënim. Rasti më i freskët është ai i vitit 2023, ku një person që pretendonte se posedonte aftësi mbinatyrore për shërimin e sëmundjeve të rënda fizike psikike është dënuar me 4 vjet e 6 muaj burgim dhe me 42.000 euro gjop.